Ade, çfarë është më e frikshme se dhimbja që po ndjen tani? Të mendosh se Zoti të ka haruar. Por e vërteta nuk është ajo që ndjen. E vërteta është më e thellë dhe më e heshtur. Në këtë moment, ndërsa ti mendon se gjithçka është e humbur, ka diçka që vazhdon të ekzistojë për ty. Një lidhje që nuk është kaputur kurrë. Por pyetja nuk është nëse Zoti të ka haruar. Pyetja është pse ti u largove nga ai. Dhe sot, ky mesazh nuk vjen rastësisht. Shumë njerëz mendojnë se kur jeta bëhet e vështirë, kjo do të thotë që Zoti është larguar, por e vërteta është krejt ndryshe. Heshtja nuk është mumes. Heshtja është një mënyrë komunikimi që nuk kuptohet nga zemra e nxituar. Ka momente në jetën tënde kur gjithçka ndalet, jo për të të ndëshkuar, por për të të ndalur ty, sepse ti po shkoje shumë larg, pa e kuptuar. Larg qetësisë, larg vetes, dhe më e rëndësishmja, larg atij. Zoti nuk ka nevojë të bërtas për të thirrur. Ai flet në heshtje. Por problemi është se shumica e njerëzve dëgjojnë vetëm zhurmën e frikës, jo zërin e brendshëm. Kjo është arsyeja pse sot ndihesh bosh, jo sepse je braktisur, por sepse je larguar, dhe ende ka një rrugë kthimi. Shpesh njeriu mendon se largimi nga Zoti është fundi i historisë së tij shpirtërore. Por në realitet, është fillimi i një thirrjeje. Askush nuk largohet pa pritur. Largimi ndodh ngadalë. Një vendim i vogël këtu, një neglizhim atje, një ditë pa lutje, një zemër që fillon të ftohet pa e kuptuar. Dhe kur e kupton, tashmë ndihesh shumë larg. Por kjo nuk do të thotë se je i humbur. Do të thotë se je i lodhur. Dhe lodhja shpirtërore shpesh maskohet si distancë. Zoti nuk e mat afërsinë tënde me të me gabimet që ke bërë. Ai e mat me zemrën që ende mund të kthehet. Sepse edhe kur ti u largove, ai nuk u largua. Ai qëndroi aty, duke pritur momentin kur ti do të ndalesh se ikuri. Dhe sot, ky është ai moment. Jo fundi i rrugës, por pika ku kthimi bëhet i mundur. Edhe kur ti largohesh, diçka brenda teje nuk pushon së foluri. Është ajo zë i qetë që nuk bërtet, por as nuk zhduket. Ti mund ta kesh injoruar, mund ta kesh shtyr mënjan, por ai vazhdon të jetë aty. Në momentet kur je vetëm, kur gjithçka bëhet e heshtur, ai zë bëhet më i qartë. Dhe shpesh njerëzit e ngatrojnë këtë ndjesi me nostalgji ose thjesht mendime të rastësishme. Por në realitet është një thirrje. Jo një thirrje për dënim, por për rikthim. Sepse kur Zoti do të humbiste, ai nuk do të fliste më me ty. Por fakti që ende ndjen diçka, është shenjë që lidhja nuk është kaputur. Ti mund të jesh larguar fizikisht në mënyrën si jeton, mendon ose vepron, por në shkirt diçka ende reagon. Dhe ajo diçka është vendi ku fillon kthimi yt. Edhe kur ti mendon se je larguar shumë, ka një gjë që nuk ndryshon kurrë. Dashuria e Zotit. Ajo nuk funksionon si dashuria njerësore, që varet nga sjellja, gabimet apo distanca. Ajo nuk zvogëlohet kur ti ftohesh, nuk zhduket kur ti harron, nuk thyhet kur ti bie. Sepse kjo dashuri nuk është reagim ndaj teje, është natyra e tij. Dhe kjo është ajo që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Ata mendojnë, kam bërë shumë gabime, nuk kam më kthim. Por e vërteta është se dashuria e Zotit nuk ndalet në portën e gabimeve të tua. Ajo kalon përmes tyre. Dhe pikërisht në momentet kur ti mendon se je më larg se kurrë, ajo dashuri është ende duke të kërkuar. Jo për të të gjykuar, por për të të rikthyer në vendin ku zemra jote ishte e qetë. Ka momente kur Zoti nuk të flet më përmes botës rreth teje, por përmes asaj që ndodh brenda teje. Fillon të shohësh veten ndryshe. Gabimet që më parë justifikoje, tani të rëndojnë. Rrugët që më parë të dukeshin të lehta, tani të duken bosh. Dhe kjo ndjesi nuk është rastësi, është një pasqyrë e brendshme që fillon të hapet, jo për të turpëruar, por për të zgjuar. Sepse kur njeriu largohet shumë, ai nuk e kupton sa larg ka shkuar derisa ndalet dhe sikon mbrapa. Dhe ajo që sheh nuk është vetëm distanca, është mungesa e paqes,
mungesa e dritës që dikur e kishte brenda vetes. Por kjo ndërgjegjësim nuk është dënim, është ftesë, një ftesë e heshtur për t'u kthyer, sepse vetëm ai që e sheh largimin e tij mund të gjejë rrugën e kthimit. Në një pikë të caktuar, njeriu nuk mund të vazhdojë më të jetojë në të njëjtën mënyrë. Jo sepse jeta e detyron, por sepse shpirti nuk duron më boshllëkun. Është një luftë e heshtur brenda teje. Një zë të shtyn të vazhdosh si më parë, dhe një tjetër të thotë të ndalesh, të kthehesh, të ndryshosh drejtim. Dhe ky moment është i frikshëm, sepse kthimi kërkon të pranosh se ke humbur rrugën, por në të njëjtën kohë është momenti më i sinqert i jetës tënde, sepse për herë të parë nuk po fshihesh më nga vetja, po përballesh me të vërtetën. Dhe e vërteta është kjo: Zoti nuk ka lëvizur, por ti po. Dhe tani gjithçka varet nga një vendim i thjeshtë: të vazhdosh larg apo të kthesh hapin e parë drejt tij. Kur njeriu më në fund vendos të kthehet, nuk ndodh gjithmonë një shpërthim i madh jashtë tij, por ndodh një ndryshim i thellë brenda tij. Është sikur diçka e rëndë që e ka mbajtur për vite fillon të bjerë ngadalë. Hapat e parë nuk janë të lehtë, sepse kthimi kërkon për ulje. Kërkon të pranosh: kam gabuar, jam larguar, kam nevojë të kthehem. Dhe ky pranim nuk është dobësi, është fillimi i shërimit. Në atë moment, njeriu fillon të ndjejë diçka që kishte kohë që nuk e ndjente, një qetësi e çuditshme, një lehtësi në shpirt. Jo sepse gjithçka është zgjidhur, por sepse drejtimi është ndryshuar. Dhe edhe pse rruga e kthimit mund të jetë ngadalt, ajo është e sigurt, sepse çdo hap drejt tij nuk humbet kurrë. Dhe për herë të parë pas një kohe të gjatë, zemra fillon të marrë frymë përsëri. Kur kthimi ndodh me sinqeritet, nuk është thjesht një rikthim në një vend, por një rikthim në një gjendje zemre. Dhe aty ku kishte boshllëk, fillon të rikthehet paqja. Nuk është se problemet zhduken menjëherë, por mënyra si ti përballon ato ndryshon plotësisht. Sepse tani nuk je më vetëm në brendësi të luftës tënde. Ke një forcë që nuk vjen nga ti, por nga afërsia që ke rifituar. Dhe kjo afërsi nuk është e brisht. Ajo nuk zhduket me një gabim të ri. Sepse tani ti e di rrugën e kthimit, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Njeriu që ka humbur dhe është kthyer, e kupton vlerën e pranisë që më parë ignoronte. Dhe sot, mes gjithë zhurmës së jetës, ka një të vërtetë që mbetet. Zoti nuk të kishte harruar kurrë. Ti thjesht ishe larguar. Por tani, je kthyer.